është varianti djali i propozimeve? Apo përkushtimi tashmë është i dhënë? Shko, mënyra se si ka ardhur ky finalizim në Taulantin ka qenë shumë ndryshe, besoj nga çdo marrëdhënie tjetër që mund të kenë pasur vajzat. Taulani për shumë vite, në mos gaboj që nga 2012 ka qenë single, po themi. Marrëdhënia ka ardhur shumë vonë. Do të thënë gjithkohës jemi parë sportist, trajner, por vitet e fundit, po them ndoshta 6 vjeçarin e fundit, kur dhe ka filluar të krijohet diçka. Përsëri ka ardhur shumë ndryshe, jo me këtë pjesën që ti ndjen gjërat ndjen atë flutrat. Pra ti shikon më tepër si një njeri afër të joti, që vjen një pikë që ju keni kaluar kaq shumë me njëri tjetrin, formën gjithë ato sfidat, qëllimet, kaloni shumë kohë, më shumë se që kalon me familjen, po që nuk është romantiku, nuk është, asu nuk e kam qef formën, sepse thash mënyrë si është ndërtuar kjo marrëdhënia, edhe kur bëni diçka të vogël, më duke është po, më mirë qëndro ka ajo pjesa që ne jemi mësuar edhe na pëlqen, po që po është nga personat më të rëndësishëm të jetës time.